Vrasja e sotme në rreth rrotullimin e Rrinasit është një nga skandalet më të mëdha. Dhe e dini pse? Ky është rreth rrotullimi i Rrinasit, ndoshta zona më e ngarkuar e trafikut në Shqipëri. Çdo njeri që shkon dhe vjen në aeroport e di që mund të qëndroj 10 deri në 15 minuta për të bërë 200 metrat e fundit që të çojë në rreth rrotullimin e Rrinasit. Ndërkohë, eksaktësisht atje, një makinë me vrasës vret një nga bosët e botës së krimit në Shqipëri. Dhe di çfarë ndodh? Largohen pas një problemi, edhe pse të gjitha rrugët që largohen nga rreth rrotullimi janë rrugë me 2 shkëmbime makinash dhe asnjëra autostradë. Makina gjendet e djegur, asnjë gjurmë e autorëve. Dhe mbi të gjitha, shoferi i këtij bosi të botës krimit është një oficer policie. Është rasti i dytë mbas rastit Ervis Martinet që po shoqëroi nga një oficer i operacionales. Ndërkohë që të gjitha bizneset rreth rrotull janë bërë shosh nga plumbat dhe vetëm një mrekulli ka shpëtuar viktima të tjera krejtësisht të pafajshme, ose ato që në botën e sotme të krimit ne i quajmë kolateral. Kolateral ku? Në mes të Tiranës, në një nga zonat më të frekuentuara të Shqipërisë, në rreth rrotullimin e aeroportit të Rrinasit. Vrasin, zhduken dhe nuk ndodh më asgjë.